Përshëndetje dashur miq të Antena Televizion, rikthehemi me formatin e emision pa emër për të diskutuar një prej ngjarjeve e cila ka marrë vëmendjen kryesore. Them ka marrë vëmendjen kryesore sepse sot jemi gati pas 15 vitesh pas ngjarjes 21 janarit. 15 vite ku familjarët kërkojnë drejtësi, ku opinioni publik kërkon të di se çfarë ka ndodhur konkretisht mbi atë ngjarje, ku gazetarët kërkojnë akoma më shumë dritë se çfarë ka ndodhur realisht, ku opozita vetvetiu e përdor apo mazhoranca për sulme të ndërsjellta. Dikush e lë fajin tek qeveria e asaj kohe, pra zoti Berisha dhe ministri i brendshëm në atë kohë zoti Basha, dikush e lë fajin tek kryeministri Rama dhe mënyra se si ai ka organizuar, dikush e lë fajin tek grupet kriminale dhe dikush tjetër e lë fajin tek garda, sepse sipas tyre garda vepron me ligj të brendshëm. Pra nuk merr urdhra as nga kryeministri, as nga ministri i brendshëm, por vepron me një rregullore të brendshme. Është një kakofoni që ka 15 vite që nuk merret vesh. Në anën tjetër, një prej pjesëtarëve të grupit gardës, vetë zoti Rama e gradoi kryetar bashkie, më pas e ka deputet. 15 vite familjarët përloten tek varri i viktimave, ndërsa politika hedh akuza lart e poshtë, por nuk kemi akoma një përgjigje. Një përgjigje që në fakt duhet na japi SPAK. Çfarë ka ndodhur konkretisht në 21 janar? Kush janë autorët e vërtet të 21 janarit? Kush ka përgjegjësi ligjore mbi këtë çështje? Një çështje e cila duket sikur mbi të gjitha, kjo kërkesë apo kjo narrativ që po përdor apo po kërkohet sot nga familjarët e viktimave, nga ne si qytetar, nga ne si gazetar, duket se barrën më të madhe e mban drejtësia në këto momente. Them e mban drejtësia sepse ka për detyrë të na tregojë neve realisht se çfarë ka ndodhur në 21 janar. Kush janë urdhëruesit? Çfarë ndodhi dhe kush janë pesha dhe përgjegjësitë e çdo aktori politik, si moral, por dhe si ligjor. Këtë do të diskutoj së bashku me kolegun tim Anri Bala, do të prekim më pas edhe konceptet se çfarë ka ndodhur ditën e sotme, por së bashku me Anrin do të qëndrojmë njërë tek fokusi i 21 janarit, jemi 15 vite në fakt. Sot është 21 janar, nesër është 22, por ka një përballje përsëri mazhoranca në 22. Por le të qëndrojmë sot në 21 janar, çfarë pritet dhe çfarë duhet kuptojmë ne si qytetar ditën e sotme. Anri, si e shikon pas 15 vitesh, neve rropatemi që kush e bëri, kush e qelloi, kush e dha urdhrin, kush nuk e dha urdhrin, jo po ai e dinte, po ky s'e dinte, po ai do e bënte, po ky s'do e bënte, Rama kishte marrë krimin, krimi kishte vepruar. Unë besoj se 21 janari mori thes kur gjykata e Strasburgut e cilësoi si krim shtetëror. Një krim shtetëror që dhe Berisha detyrua ta pranojë përballë prokurorisë posaçme, kur ishte në një nga ato takimet e veta për masën detyrim paraqitje që ka për një dosje tjetër që ka në SPAK, që është dosja Partizani. Sipas Strasburgut u quhet krim shtetëror, sipas Berishës ishte krim shtetëror pa dashje. Pra, efektet ligjore i mori pas kësaj, pas një vendimi të gjykatës Strasburgut ose cilësi. Pastaj nisi po prapë sërish, kur erdhi nga Strasburgu në Tiranë çështja, nisi ping-pongu midis prokurorisë së rrethit dhe prokurorisë përgjithshme, ndoshta nuk e di, po dhe prokurorisë posaçme. Njëra ata, derisa gjykata e lartë u detyrua të shprehet që i takon SPAK-u ta marrë çështjen në dorë dhe të japi një vendim i cili zbar deri diku në ngjarje. Gjithë këto kohë kemi dëgjuar dhe kemi, si thuash, jo vetëm dëgjuar, por kemi marrë sinjale apo mesazhe ndonjëherë që besoj janë të gabuara për shkak se nëse dëgjon njërin palë, të paktën nga retorika, kemi parë retorika ndryshme që nga
kur ndodhen ngjarjet që ka qenë një rrëmuj jashtëzakonshme, qoftë në aspektin e transparencës me publikun, pra çadrat pistolet e drejtë shejtan, se u bë 15 vite që diskutojmë të muhabet, jo se jemi lodhur, por është e kohë t'u prezantosh dhe njerëzve si ngjarje, as si ka ndodhur, as se kush kanë qenë autorët, as se kush kanë qenë ekzekutorët, as se si ka shkuar kjo çështje në prokurori, si u morën gardistët, si nuk u lanë gardistët fillimisht, se si u tentua të hidhej balt mbi protestuesit që ishin të armatosur dhe ato që u vranë jashtë rrethimit të kryeministrisë, që është një institucion i rësisë veçantë, ku garda pretendonte se kishte reaguar në mbrojtje të institucionit. U dënuan ata që u dënuan. Problemi është Ndreja Prendri, pra dhe Gim Lupo. Problemi është dhe rasti i kryebashkiakut Matit. Malej. Po pra Matit ka qenë. I Matit ka qenë, po Agron Malej. Agron Malej, i cili u bë kryebashkiak prej 6 vitesh pas ka, po pastaj la mandatin kryebashkiakut për gjys dhe u zgjodh deputeti i kësaj legjislature. Ishte nga më të votuari në fakt. Tani, tema e emisionit nuk ka të bëjë më shumë Isti Janarin, sepse Isti Janarin e kemë diskutuar ekspert dhe jo ekspert. Problemi është temës se emisionet se ne po i rikthehemi, sa vim dhe i rikthehemi sërish njëjtën debati dhe në thelb përgjegjësia më e madhe sot pas 15 vitesh kujt i bie? Drejtësisë, unë e thash. Se tani pas ne tashmë ne kërkojmë kush janë përgjegjësit. Po pra, kështu që fajtorët i kanë dorë drejtësia, pra nëse kanë vrarë ata, ato, ai apo ajo, nëse kanë ushtruar detyrën brenda apo jashtë kompetencave ata, ato, ai, ajo, dhe nëse kanë shpërdoruar detyrën dhe forcën që e jep ligji për të vepruar me armë drejt turmave të protestuesve, ata, ato, ai, ajo, këtë do ta zbardhë drejtësia. Pra në thelb, përpos deklaratave që i vrau ai, që e kemi ndarë, se është ndarë ky popull në të vrarë dhe vrasës. Po s'merret vesh se kush është vrasi, sepse një palë politike thotë që ata i solli filani aty që të vriten, sepse filani shkaktoi trazirat dhe përpasoi u vran 4 protestues. Po në fakt, në çfarë do lloj rrethane, kur një parti politike organizon apo nuk organizon, por merr pjesë në një protestë, nuk është përgjegjëse reale e protestës. Pra, fjala vjen, nëse protesta studentëve do kalonte përpos asaj proteste që u bë, që mendoj se është nga më shëmbullorët që është bërë deri tani, do të kalonte e dhunshme, vetë, pra duke goditur institucionat apo duke protestuar përballë policisë shtetit, nëse do humbte jetën aty, nuk do ishte faji një deputeti apo një ministri i zem apo një opozitari që ju bashkangjit protestës për t'i dhënë një lloj fryme tjetër, pavarësisht se në rastin konkret nuk kemi të bëjmë me këto element. Unë besoj se, ose ndjej të besoj, që protestuesit i ka vrarë drejtësia këto 15 vite. E para që nuk, sipas pretendimeve, nuk ka quar në përgjegjësi reale të gjithë autorët e kësaj ngjarje, nuk ka bërë një hetim të plot për të gjitha autorët e kësaj ngjarje, nuk ka dhënë një vendim të plot për autorët e vërtet kësaj ngjarje nëse janë, kush ka manipuluar, kush ka manipuluar, kush i çoi në giotin dhe kush nuk i çoi, nuk ka rëndësi. Pra, mendoj se familjarët e viktimave meritojnë një përgjigje dhe përgjigjen do ta japë drejtësia. Në fakt nuk kanë bërë as pranë, nuk po i kanë vrarë, këto 15 vite nuk i ka vrarë politika. As ish pushteti, as ish opozita që i çoi atje. As prokuroria ose kryeprokurori që ndoshta sikur se thuhet, nuk veproi, por e amnistoi këtë krim shtetëror, por s'paku që edhe sot
ka frikë të marrë një çështje si 21 janarin dorë, ta trajtoj dhe të jap një vendim final. Pra, praktikisht këta i ka vrarë drejtësia, një drejtësi e munguar, si jo vetëm për 21 janarin, po dhe Gërdecin, dhe njerëzit enden kotën në rrugëve pasaj për të marrë vesh se kush është e vërteta, apo kush është fajtori, apo se kush është limiti apo niveli i kalvarit vuajtjeve që kanë hequr gjatë gjithë kësaj kohe. Kam ndaj një mendim anëri për këtë pjesë. Në fakt, drejtësia ka vonuar shumë. Neve sot jemi 15 vite nga 21 janari. Në ngjarje që ka ndodhur, e cila në fakt për secilin prej nesh kërkon një përgjigje. Nuk e kam kuptuar në fillim, dhe nuk më ka bërë sens fakti që SPAK tentoi ta hidhte tek prokuroria e Tiranës të çështje. Pra nuk donte ta mirte në fillim. Dhe kjo që falkëm nguljes avokatëve të familjes Nika, por gjithashtu edhe më pas kur Strasburgu e konsideroi krim shtetëror, atëherë ishte një moment që i dha shtyrës akoma më shumë se çështja. SPAK tashmë do duhet jo se themi ne, por do duhet japi një përgjigje për të kuptuar realisht se çfarë ka ndodhur, dhe kjo nuk i shërben vetëm familjarëve. Kjo i shërben për të shuar një herë mirë përfundimisht dhe retorikën politike, por gjithashtu na jep dhe neve një qartësi që çfarë ka ndodhur konkretisht edhe brenda kryeministrisë, por cili ka qenë dhe roli i çdo aktori politik apo jo. Unë ndajem tek përgjësia që në protesta apo në zhvillime apo protesta masive, protestuesit vërtet nuk kanë asnjë përgjësi për atë çfarë ndodh, dhe përgjësia kryesore është tek menaxhimi që duhet bëj policia. Por në qoftë se aktorët politik, pra ata që udhëheqin protestën, ata që e drejtojnë protestën, në qoftë se kanë qenë me direktiva dhe kanë pasur një plan B për të arritur drejt një qëllimi apo drejt një momenti për të sjellë pasoja më të rënda, atëherë këtu do duhet ketë, prandaj them do duhet ketë një analizë dhe një hetim dhe një përgjigje sa më të plotë që dhe ne mos tyhem ta shikojmë nga këndvështrimet tona. Drejtësia ka barën kryesore sot edhe për familjet e 21 janarit, por drejtësia ka barën kryesore sot edhe një përgjigje për shqiptarët. Ku çeduan institucionet, ku nuk çeduan institucionet, ku janë përgjegjësitë, ku nuk janë përgjegjësitë, çfarë roli ka pasur garda, cila ka qenë përgjegjësia e gardës apo edhe Ndrea Prendit, apo dhe gardisëve të tjerë. Në këtë panoramë dhe në këtë situatë, mendoj që drejtësia këtu ka çaluar. A do duhet drejtësia në fakt të veprojë me dorë më të hekurt? Ne duhet presim tani në fakt çfarë do ndodhi në vazhdim, por që familjarët e viktimave dhe ne si shoqëri duam të dimë realisht se çfarë ka ndodhur në atë. Dhe në gjithë këtë panoramë, përgjithësi, nuk po them kryesore, por ka një përgjithësi të rëndësishme, drejtësia që nuk po jep përgjigje realisht se çfarë ka ndodhur në 21 janar, sepse ne sa herë vjen 21 janari, shikojmë Edi Ramën sot se kishte në pamje të parë Belinda Ballukun, por më përpara e kemi parë që zonja Balluku kishte edhe një vell oxez dhe lën karafilat kuq tek pllakat në 21 janar. Por edhe ata mendoj unë që kanë përgjegjësitë e tyre politike, sepse dhe ata nga 2013 dhe deri pa u krijuar SPAK-u nuk se i dha në një shtys politik apo në një ovë. Më shumë ju interesonte ta përdorin politikisht të gjë sepse e din që fitojnë pikë, se sa t'ju ngelet tek ajo që ne duam që është drejtësia. Por sot që flasim në këtë situatë që Shqipëria sot, SPAK duhet na japi një përgjigje realisht se çfarë ka ndodhur atë 21 janar. Kjo është ajo që mendoj Anri, dhe pastaj nëse ti më lejon për të analizuar pak narrativën
qofse më lejon na analizoj pak narrativën e Edi Ramës ditën e sotme ku Ideja është që desha thëja për ishte janarin, që po ndron tema, po sesin qasje. Brenda 20 janari Po, do rria. vazhdo. Thjesht do Jo thoja... thashë se kishe tem tjetër që ta mbyllë, aha. Do thoja, narrativa e Ramës sot që thoshte SPAK duhet të veprojmë drejtësinë dhe faktin që përdorte përsëri Berishën që thjesht Rama përdori. Ai mbushi mendjen Që donte ti tregonte që të vret, unë mendoj që kjo është e panevojshme kur mblidhet për 20 janarin të bëj dhe retorik politike. Se ka më të nevojshme, mendoj unë, në politik, ai do përdori çdo lloj mekanizmi, po nga sytë e mi ai se ka më nevojshme. Mjafton sot që drejtësia të japi një përgjigje, sepse fakti është aty, janë 4 viktima. Çfarë ka ndodhur, atë duhet ne të shohim. Unë besoj se në çdo lloj plani Rama nuk ka përgjegjësi. Sepse edhe sikur ta marrim, të thash edhe një herë, sikur ta marrim planin që i çoi Rama dhe kishte qëllime që të protestat zhvilloheshin e dhunshme, maksimumi ja do shpallin organizatorë një proteste të dhunshme. Por nuk i vrau Rama, plumbat nuk erdhen nga këtej përballë kryeministrisë drejt kryeministrisë, por edhe nga kryeministria përballë protestuesve të dhunshëm apo kriminal qofshin ata, nuk ka rëndësi. Nuk ka pas informacione për gru shteti, po ka qenë tentativë për të manipuluar opinionin publik më pasi u tentua të manipulohej pjesa parë, në pjesën e parë ku ishte akoma e nxehtë situata qoftë me dëshmitë e mjekëve që kishin qelluar me çadra pistolet, pluma nga afër, nuk kishin qitje predha që kishin ardhur nga larg, më thash. Ndërkohë që ne e dim shumë mirë që nëse ta lëm sikur këta të 4 viktimat që nuk janë, po e them për një moment ndjes për familjarët e viktima, kanë qenë kriminal. Kanë qenë kriminal të udhëzuar nga Rama për të rrëzuar Berishën apo gjithë shpurën e tij përmes një proteste të dhunshme në kryeministri si gru shteti. Më fal, po ky gazetari Fatos Mamutaj që ka qenë në punë dhe hëngri plagosur, atë e çoi Rama? Janë dhe disa të tjerë. Po lere të tjerë, po ta zëm se janë plagos të tjerë dhe po ta zëm Fatosin që është i dokumentuar. Dhe Fatosin e çoi Rama atje, Fatosi u plagos me armë të vetën, pra ai rrezikoi jetën si kaloi plumin në dorë, se mund t'i kalonte kudo. Mirë, më këta ishin kriminal që i organizoi Rama, i mori për dorë, edhe i tha bjerën kryeministrisë. Po Fatosi që s'kishte lidhje as me Ramën, as për ta marrë për dorë, as për ta çuar në kryeministri, pse ka ngri plumb ky? Si logjik. Nuk janë fajtor këta për 4 të vdekurit në bulevard, të vrarët në bulevard. Për Fatosin, a janë fajtor tentativë vrasje? Po. Se shpëtojmë rregullisht, po. Fati keqe. Po pra, kështu që atëre, në logjikën e Fatosit, unë pse mos i fush këta tjerë njësoj si Fatosi? Pse do të besoj që këta u quan atje që do bënin këtë rrëmuj të madhe, kur ka viktimat asaj ngjarje që kanë shpëtuar fatmirësisht vdekjes, dhe që nuk kishin lidhje absolutisht as me njërin palë, as me palën tjetër, por kishin shkuar atje për të raportuar lajmin. Kështu që narrativa, për mendimin tim absolutisht, që këta të 4 pas kanë shkuar atje që të bëjnë rrëmujën e madhe dhe sipas logjikës së atyre, me që pas ka çuar Rama e meritojnë plumin, unë nuk e atë. Jam shumë dakord me Ramën në një pjesë që Berisha donte të vriste shpirtin e protestës, sepse e dinte që nëse nuk mbyllej aty me atë lloj forme, me atë lloj me plumba, me viktima, të nesmen do mbidheshin prap dhe protestat do mbaronin derisa të kërkonin ikjen e qeverisë Berisha. Tani unë nuk jam me idenë se edhe Berishën tërthor apo drejt për drejt nuk e prek për shkak të pozitës që ka, sikur se të thash. Problemi këtu në këtë mes është që ne duhet të rokasim një drejtësi e cila deri momentet caktuar të punës tyre ose të produktit tyre i shohim si heronj.
në përditshmërinë tonë, Samira bëri atë, Samira bëri atë, Samira bëri atë, Samira bëri atë. Po në fakt, heroi është komplet i gjithi. Pra heron nuk është ai që shpëton, ku dëgjon, një grua në rrugë nga një situatë saktuar dhe kur kthehet në shtëpi rrev gruan e tij. Heron nuk është ai që shpëton dikush të vjedhë një person që ecën në rrugë dhe kur kthehet në shtëpi është i pari që fut duart në xhep të familjarëve për t'i çuar mbi xhos. Pra këto gjysma herojnë, gjysma gjelët tanë në këtë sens po them. Heroi është në të gjitha kohrat, nuk është vetëm në një kohë kur do heroi të punoj, hero me part-time ose në punë vullnetare që kur ma më teket mu dhe ku më intereson mu më bëj herojnë. Nëse këta, në këtë koncept, nëse të ta shohim drejtësinë të plotë edhe produktin e saj, gjysma gjelat ose herojnë tanë i kemi parë pasaj që në fund të ditës janë procedur të një pjelle po prap të pa formuar, të pa riformuar e asaj që u la pas. Janë po këta që refuzuan atëherë të merreshin me gërdecin, me dosjen gërdeci dhe lanë jashtë përgjegjësisë shumë njerëz dhe janë po këta që sot prapë refuzojnë të marrin një dosje në dorë si ishte një anari dhe bëhet ping-pongun. Pra këta trimërohen kur duan dhe friksohen kur duan, në gjykimin tim. Këta dosjen, jo, mendoj vetëm këtë gjë, këta dosjen e kanë marrë, e morën pak si me imponim, mbaj mend kur ka ndodhur si gjë, por ajo që unë mendoj që, duke qenë se ata po jetojnë, neve na duhet një përgjigje. Po shumë gjatë hetimi se. Prandaj po them se këta kur duan këta e çojnë gjatë hetimin. Kur s'duan këta e kanë të menjëhershëm dhe bëjnë më në kohë rekord. Pra për te që Erionin, për shembull, si kryetari i Bashkisë Tiranë e bën një kohë rekord edhe masat edhe gjyqin, edhe shkojnë në një vit, për një vit shkoi Erioni në gjyq. Kemi raste si zoti Berisha që ka shkuar në gjykim, po shkoi mas tjetër. Kemi tjerë që presin shkojnë në gjyq, kemi një tjetër që presim edhe akoma s'ka shkuar në gjyq. Ana procedurale se nuk e di këto dhe. Po s'ka, procedura duhet të jetë njësoj për të gjithë, nuk mund të jetë, pra ka një procedurë e cila ka një kod, një nev që flet njësoj për të gjithë, nuk flet specifikisht. Po varet çfarë akuzash mund të kenë se cilit që ndryshon në këtë sens tem, mbase në këtë pjesë. Nuk ka akuza më. Por ditë them vetëm një gjë Anri që në gjithë të panoramë bie dakord që Spaku duhet t'i japi përgjigje për 20 janarin. Duhet t'i japi përgjigje sa më shpejt që secili prej nesh të di përgjegjësitë reale se çfarë ka ndodhur jo vetëm atë ditë, por edhe ne të kuptojmë realisht, edhe opinioni publik të kuptojë realisht se kush janë përgjegjësit kryesor për 21 janarin, ku kanë humbur 4 viktima dhe ku çdo vit, çdo 21 janar, kjo përdoret si konsum politik. Disa derdhin lot, janë familjarët ata që ju dhimbse dhe derdhin lot se ju dhëm shpirti, po në anën tjetër kemi klasën politike që në optikën time mendoj që ata derdhin lot krokodili, nuk kanë asnjë lidhje me ato familje, mënyra se si ata e kanë udhëhequr vendin lëshuar për të dëshiruar në disa aspekte, pra i kanë dhe një formë estetike, por janë të pangopur dhe këtë po e tregon produkti që bën Spak, dhe ajo çfarë ne shohim nga dosjet apo nga përgjimet e huaja, por mendoj që ajo që ne do duam nga secili prej prokurorëve të Spakut është që tashmë të kemi një përgjigje për 21 janarin. Anëri, do një tem tjetër që mendon? Jo, po shikoja që 21 janari ka, më fjalë, në Strasburgu, merr në shqyrtim 21 janarin, e ka marrë shqyrtim në 2018, mos gaboj, gjykata e drejtë e njeriut, dhe ka vendosur, mos gaboj, krim shtetëror në fund të vitit 2023, pra kemi më shumë se 2 vite, që gjykata e Strasburgut e ka quajtur krim shtetëror. Atëherë e mori dhe Spaku pastaj. Kaloi disa muaj që nuk e merrnin ta që fillon me ping-pongun, derisa u shpreh gjykata e lartë, e cila dhe ajo
njësoj si gjykata e Strasburgut, praktikisht e qunë krim shtetëror përderisa e ka lënë prokurorisë posaçme që të merret me atë punë dhe nuk ja ka lënë prokurorisë posaçme të merret me atë punë dhe nuk ja ka lënë prokurorisë së zakonshme, pra i takon një institucioni. Ky ka qenë garçi që preka pak. Po pra, institucion që ashtu temë tjetër përveç saj se mund ta prekim her pas here, po një temë tjetër që më intereson në thelb ishte rasti zonjës gjyqtare Irena Gjogës, e cila po diskutohet së fundmi se pse zonja nuk shkarkohet dhe do vazhdojë detyrën për shkak të disa pikave që nuk e prekin atë si kur të ke bërë një vepër, si kur të ke kryer një vepër penale. Dhe sipas, po ndiqe që zotin Manjani, mos gaboj, po të lexoj një 2 pika, po ideja një nga pikat që unë mbaj mend ishte që një nga dënimet e zonjës ishte shumë dënimi i veprës që i kishte bërë, pra falsifikimi i vizave, ishte 2 muaj heqje lirie dhe një gjop prej 1500 eurosh. Në fakt, kjo si në kodin penal grek, kjo si i thojnë, kjo dispozita, po falsifikim i vizave, ka një dënim penal që shkon nga 6 muaj heqje lirie dhe një gjop, shoqërohet me një gjop deri në 3000 euro. Pra gjykata sipas një vendimi ka dënuar zonjën me 2 muaj heqje lirie për 1/3 e dënimit dhe një gjysmën e shumës së kërkuar, zakonisht jo 3000 euro siç është rasti, po 1500 euro të paktën sa kuptohet. Sipas nuk po e gjej dot, po shkrimin, një problematik tjetër ishte se s'po punon interneti sot, nuk e di çka ka. Po shpresoj mos të më ndikoj tek linja e me shikuesit. Problemi i kësaj është tani se koherenca, që nuk po flas për Manjani, se do ta veçoj pak rastin. Koherenca e asaj që thot Manjani është duke shpjeguar teknikisht sepse rasti i zonjës në fjalë shkon në KLG si çështje administrative dhe nuk do trajtohet si çështje penale, kur zonja mund të merret pa ndehur dhe të krijonte një dëm shumë të madh për të gjithë dosjet e sistemit drejtësisë, por ama në thelb, kjo e bën pis procesin. Vërtet më mos ta shkarkojnë. Mu mos ta çojnë për ndjekje penale për këtë falsifikim. Një pretendim tjetër që ishte bërë zonjë Manjani ishte se zonja në fjalë e ka marrë dënimin dhe në 2022 për cilën kjo nuk ka pas dieni dhe kur ka bërë formularet nëse nuk e kam kuptuar gabim, kur ka bërë deklarime formulare, nuk e ka pas ditur për sa kohë nuk ishte si thuash nuk ishte kaluar në dieni për shkak kushteve të parashikimit për zonjën. Pra, kjo nuk e kishte marrë vesh akoma derisa erdhën konditat e kushtet të parashikimit të veprës penale për shkak se është një vepër e vogël penale. Ja, ku e gjeta në planin ligjor. Pra, po sipas prokurorisë përgjithshme, e para njëherë ka qenë PD-ja në atë kohë që sipas ligjit vepra të këtij lloji ose që nuk kanë një dënim për një masë të caktuar burgu, pra që janë me 2 muaj, 3 muaj, 4 muaj, pra nën 6 muaj, mos gaboj, i ka cilësuar edhe në rastin e zotit Saljani, po ta mbash mend, e kapi ligji i dekriminalizimit që nuk futej në sistem që të rikandidonte kur dilte si deputet, sepse vepra që u dënua me 1 vit heqje lirie. Po t'ishte dënuar me 6 muaj, heqje lirie do kishte mundësi dhe të rikandidonte nëse dilte nga burgu për postin e deputetit. Pra është një lloj praktike që është pranuar gjerësisht, është propozuar nga Partia Demokratike dhe është pranuar që disa nene me një dënim krejtësisht vogël, si ky rast në fjalë, mos bëhen pjesë e ligjit dekriminalizimit. Që e rëndojnë pozitën
e personit. Tani, pa hyrë te pjesa morale. Si njofton prokuroria e përgjithshme thot Manjani, rezultoni vërtet fakti se zonja Gjoka ka një vendim dënimi në Greqi, është dënuar me 2 muaj burg 1.500 euro, sikur se tham. Sipas prokurorisë përgjithshme në formularin e dekriminalizimit të dorëzuar në fund të vitit 2016, zonja Gjoka nuk e ka deklaruar këtë dënim. Po për shkak se konstatimi është bërë pas afatit të parashkrimit. Pra është parashkruar vepra dhe është bërë konstatimi i veprës. Tani nuk referohet do të më për ndjekje penale. Tani një diçka duhet të jam kurioz unë që mund ta pyesin këtë gjyqtaren. Kjo kur ka marrë kur është arrestuar për falsifikim vizash, pëse vizë pasaporte, se vizat nuk është rrinë kështu, nuk janë dokumenta xhepi, si këto të trau të parkingut, që të del një fletë dhe ti e mban. Besoj vizë pasaporte. Vizë pasaporte. Pra ka tentuar të kalojë nga Shqipëria në Greqi, fjala vjen me një vizë të falsifikuar ose një vend të shteti evropian pa një vizë Schengen në atë kohë. Tani, kjo e ka ditur që është ndaluar për çështjen fjalë. Kjo e ka ditur që ka pas një gjyq të hapur për çështjen fjalë. Kjo e ka ditur dhe veprën që rrezikonte për çështjen fjalë. Dhe kjo nuk na që ka interesuar asnjëherë se çka ka ndodhur me fatin e shkeljes saj, kur e vogël apo e madhe, kjo vepër është e dënueshme. Për të mos harruar që kjo kishte shumë vite, kishte dekada që punonte sistemin e drejtësisë, pra në vitin 2002 i bit të ketë qenë gjyqtare. Apo të ketë pasi pozicion tjetër, nuk ka rëndësi, po një pozicion të rëndësishëm. Tani, jam okej, këta kanë kap flagrancë. Pra kanë kap me pasaportën me vizën e falsifikuar. Kjo quhet në flagrancë. Tani te flagranca, patjetër që ekziston një gjyq që do bëhet cilësinë e flagrancës, por pretendimet e palës, pra e organit akuzës, vërtetohen janë më pak kundërshtueshme nga zonja Gjoka për shkak se është në cilësinë e flagrancës, nuk është hetime kryesisht. Tani, shumë bukur. Kjo pse s'u interesua gjithë këto vite për gjyqin e Greqi? Që pse do ta merrte vesh kjo zonja pasi u bë konstatua mbas afateve të parashkrimit, si thotë zoti Manjani, dhe sipas zoti Manjani thotë gjykatës e Irena Gjoka, magjistrati nuk është dënuar sipas gjykatës së Republikës së Shqipërisë. Të paktën nuk ka asnjë fakt për këtë gjë. Pra, është dënuar ande dhe nuk është dënuar për dënimi i gjykatës greke të bëhet i zbatoshëm në Shqipëri, do të bëhet një kuadër të ligjit të dekriminalizimit. Problemi është që ai ligj nuk zbatohet në këtë rast. Vepra penale e falsifikimit nuk gjendet në listën e neve të kodit penal që parashikon ai ligj në nenin 2T. Dënimi është dhënë nga gjykata greke, është më pak si 6 muaj burg, kriteret ky që ligji të veprojë ndaj zonjës. Pra në të gjitha rastet që është analizuar afatet, pse se ka treguar më përpara, pse kjo vepër nuk merret parasysh, ose pse kjo vepër nuk ndikon tek profesioni i saj, apo edhe ushtrimet detyrës si gjyqtare, janë këto që i vepër i letë. Për ama, ajo që nuk ka pas zoti Manjani, që unë dua ta shquaj, dhe jo për qenë emocional, po as për të treguar etikën, as morali, nuk është as emocional, as kritik, dhe moralist. A legjitimohet puna e një gjyqtare, apo vendimet e kësaj gjyqtare, e cila rezulton e dënuar përpara se sa subjektet e saj që sot ka për të gjykuar nuk janë dënuar ende. Pra, sot kemi për shembull një subjekt që mund të jetë Berisha, Meta, Arbena Metaj, ka tjetër zonja, por pak rëndësi ka, të cilët janë në gjykim, apo në akuzë, po në thelb, nuk janë të dënuar, dhe zonja është dënuar, prit. Edhe ta ose jo, si do të thosh që në këtë sens e kam. Procesin moralisht e njollos. Jo, moralisht, jo, s'është problemi moral, problemi është legitimiteti i procesit. Nuk është moral, një proces juridik nuk ka moral brenda, ka fakte dhe prova, dhe legitimitet. Legitimiteti u sigurua nga organet e vettingut që treguan pashëtinë e figurës të këtyre njerëzve. Tani, unë dakord jam që kjo zonja arri aty nuk shkon në administrative ose në KLG për shkeljet e ndryshme, thash. Por, nuk po flas për këto, unë flas për legitimitetin, për figurën, për institucionin. Se ti mu mos shkosh, ti
ti mu mos shkarkohesh për një vepër që të prek thelb. A dolën këta i kërkonin Belinda Ballukut që dakor ti nuk je për burg. Dakor ti mu mos kesh vjedhur. Po vetëm për faktin se prokuroria posaçme të ka deklaruar ose po të heton dhe mendon se e provon që ti ke bërë afera ose favorizim, faktikisht është ndikimi paligjshëm akuza momentalisht për zonën Ballukut, apo i kërkon dorëheqjes që ti ki që apo jo, shumë bukur. Tani pse nuk është funksionale kjo gjëja tek Dumani, tek Kraja apo Brau për një funksionare të vet, që këta të gjithë e kanë ditur shumë mirë dënimin e tyre e kësajt në Janin, sepse janë rreth i ngushtë, 20 veta janë aty, se din ato çka kanë për njëri tjetrin, ta e din se ku qa hanë qa pinë, ku i hanë si i pinë, qa hanë dhe qa pinë që su lejohet, qa rinë dhe qa rinë që su lejohet, qa punojnë dhe bëjnë biznes me njerëz që nuk lejohet, ta e din çdo gjë njëri tjetër. Pse Dumani e mbajti ka gjatë Irena Gjokën për ta delegjitimuar procesin dhe një të fundit. Ma leo dhe bëjmë diskutim. Ose ma thuj përgjithësisht se ta them dhe të tjerë. Moralisht mund të thash, moralisht e njollos. Jo, s'është morale, më them legjitimitet o burr. Po morali sepse gjithë institucioni, një gjyqtare që ka bërë krim përballë një subjekti që deri më sot nuk ka qenë kurrë i dënuar. Edhe i thua ti tani Po, legitimiteti këtu morale, sepse brenda kuadrit ligjor, ti e lexova që atë nuk e kapte asgjë. Pra, edhe një person që është dënuar mbas 5 vitesh nuk e kap asgjë. Problemi është institucioni është më i fortë me këtë njeriu që është dënuar për një krim. Moralisht po është legitimitet, përveç moralisht, është institucion drejtësie, nuk është Ministria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale. Është institucion drejtësie, ku subjekt nuk është për shembull që ky do bëj disa ku digjon, ose Agjencia Parqeve Rekreacionit që do mbledhi pemë apo jo. Jam shumë dakord mbi sensin që ai që duhet japi drejtësi duhet jetë vetë i pastër. Mbi këtë parim e kuptoj shumë mirë. Një që ka shkel ligjin, e shkel dhe me subjektin. Jam shumë dakord, prandaj thash, prandaj ta sepse ky është perceptim se s'po them ekstra ligjor, po është një perceptim për te i ligjit. Manjani flet si avokat, absolutisht as i problem s'ka se si avokat. Jo, këta të gjithë janë si jurist. Jo, Manjani është, nuk është si këta tjerë. Problemi është ka dhe diçka që Manjani nuk e ka parë, po edhe nuk ka interes ta shohë se si hyn punë për çështjen fjalë, se pyetja ka qenë për çështjen fjalë. Tani, ta marrim pra për opinionin publik. Vepra penale, pasi kërkimit që bëra, vepra penale që ka zonja, është një vepër e cila ka ndryshuar. Pra, si thot Manjani që këtë lloj vepre ne nuk e, pra, të përcaktohet që ligji i dekriminalizimit në Shqipëri nuk e pranon njerëzit apo nënpunësit, shtetëror apo gjyqësor apo prokurorë, çdo lloj nënpunësi tjetër, nëse kanë marrë vepra penale për shembull falsifikim, ta theksoj. Pra, janë disa vepra që shkruhen vrasje, korrupsion, sikurse e ka korrupsioni që nuk, pra, nëse vërtet, për shembull Saljani u dënua për një vepër që ishte kallëzim i rrem, po të ishte dënuar për korrupsion, edhe mas 5 vitesh ti nuk puq më këm në shtet për shkak të një vepre penale që cilësuar që të nxjerr jashtë sistemit përgjithmonë. Po, të nxjerr jashtë sistemit. Shumë bukur. Tani, e lejmë këtë pjesën. Nuk e kemi në sistemin, në formulën e dekriminalizimit, nuk është cilësuar që kjo vepër penale, falsifikimi i vizave të jetë përfshirë në veprat përjashtuese njerë përgjithmonë nga sistemi, qoftë ai i drejtësisë apo dhe institucioneve publike. Dakord jam unë me këtë, absolutisht, po ti ke falsifikim e dokumentave. Dhe me një kërkim që kam bërë unë, në Greqi, para vitit 2002, fix në vitin 2002, është ndryshuar dispozita, pra zonja Misha ashtu pa ka ditur edhe ndryshimin e ligjit. Është ndryshuar ligji, pra nuk ka pas një nen të kodit penal ku shkruaj se ata që falsifikonin vizat ose kapshin me vizat falsifikuar dënoheshin për këtë veprën deri në 6 muaj burg dhe 3.000 euro gjob. Ka qenë tjetër vepër penale. Pra deri para vitit 2002, deri në fund 2001, kjo vepër penale quhet falsifikim i dokumentave dhe
falsifikimi dokument, pra ato e kanë ndryshuar brenda vitit, por moralisht ose ligjërisht absolutisht nuk e kapi se ndryshoi ligji, po imagjino çfarë vepre e kanë pas cilësuar, e kanë pas futur falsifikim dokumentash, dhe faktikisht falsifikim dokumenti është. Tani kanë dokumenta absolutisht, prandaj këto e kanë veçuar, për shkak se duke qenë vendi i Bashkimit Evropian ka disa forma dokumentash, mund të jenë dokumenta shtetëror, dokumenta sigurisë lartë, dokumenta me kështu top secret si thonë ose sekreteti more, më the thash. Dhe kanë cilësuar këtë si vepër që është kështu. Po para kësaj 2-3 muaj para se ndodhte ngjarja, 5 muaj, 6 muaj para se ndodhte ngjarja gjyqtare Irena Gjoka, kjo vepër është cilësuar falsifikimi i dokumentave, dënohet deri në 5 vjet. Tani, një vepër që në Greqi për punë muajsh dënohet deri në 5 vjet heqëlirie, ku ndryshon Irena Gjoka nga Vangjur Zhdako. Ku ndryshon Irena Gjoka nga Sali Berisha, që e ka subjekt, se maksimumi dënoj për shpërdorim të tyre se tjetër s'ka që dënon. Ku ndryshon Irena Gjoka nga Alqi Bllako, fjala vjen, ose ku ndryshon Irena Gjoka nga një subjekt i drejtësisë me 10 të tyre që janë sot përpara drejtësisë, janë nën procedim, nën gjykim, ose kanë marrë një, si thuash, një dënim nga ana e organit gjyqësor. Pra, ku është ndryshimi midis këtyre? Dhe janë shumë këta që kanë pasi dispozitë sa zonja, që ishte në Greqi një vit përpara, vetëm një vit përpara, para se të dënohej zonja, ku është legitimiteti këtu? Pra, Vangjur Zhdako me Irena Gjokën janë njësoj. Ky Elvis Roshi me Irena Gjokën janë njësoj. Alqi Bllako me Irena Gjokën janë njësoj. Mund të lexoj ca emra të tjerë, po që kanë ikur tani, duhet të kem te telefoni tjetër se pa ta bëj një listë të gjatë. Të janë njësoj. S'ka, sepse veprat më të madhe që kanë kap spaku sot, ose dënimet që janë dhënë nga GKO-ja si në shkallë të parë, apo në atë të apelit kanë qenë, pjesa më e madhe kanë qenë detyrim paraqitje, shpërdorim detyrim, paraqitje, shpërdorim, favorizim tendera, që janë deri në 3 vjet. Janë dhe më kanë një dispozitë më të vogël se sa neni që ka pas zonja. E vërtet është kjo, në fakt moralisht. Pra Belinda Palloku sot e ka deri në 3 vjet duket, mos gaboj, mos them që është më pak. Kjo e ndikimit paligjshëm, se kur ka të bëj, unë më shumë ka të bëj që njolloset procesi, Andre. Dhe po njollos procesi, moralisht nikon tek opinioni publik. Unë mendoj që do t'ishte më e udhës, sepse akoma nuk kemi një reagim nga GKO-ja, apo as nga Spaku për këtë çështje, as vetë nga zonja nuk kemi një reagim. Në fakt duhet edhe për opinionin publik, edhe për shkak të pozitave, se ka qenë dhe zëvendës kryetare GKO-s, duhet japi një mendim mbi këtë gjë që ka ndodhur. S'ka që japi, as të flasi fare për të, se këta janë mësuar ta heshin gjën, dhe këta që këtu të regojnë që janë ca njerëz që i kanë fri kritikat, mundohen t'i evitojnë kritikat, dhe kur reagojnë pastaj kundër subjekteve apo kundër atyre që u vinë në dorë, reagojnë emocionalisht dhe absolutisht fare në ndikimin e një sindromi që kush janë këta që tentojnë të na pengojnë ne heronjtë e shekullit edhe heronjtë e ditëve tona dhe atyre që lanë pas. Kështu që në këtë kontekst, unë po them që kjo lloj politike që po zhvillon organi akuzës apo organi gjyqësor është politikë inkriminuese, por besoj se nisur nga një dëshirë personale më shumë, ose është organ që deri më tani të paktën në 1, 2, 3, 4, 5 situata ka treguar që kanë ndikim emocional dhe personal ndaj subjekteve. Ndikimi emocional personal dhe jo profesional bazuar mbi standarde është gjithmonë këta një organ akuzë nuk vjen duke i rëndu situatat, pra e merr but, pastaj ja fut revanshin, sa e që ti, ky subjekt nuk përgjigjet, i qit nga jo. Ti o i ke ose ke ato qiti që e fillim, se duket sikur i mban karta ti për ta goditur. Jo, po ka dhe një strategji, është strategji e tyre pastaj. Është strategji absolutisht, po është strategji ndëshkuese mbi emocionalitet dhe
ndikim personal, ti nuk më përgjigjesh mua, di ti kush jam unë, jam Dumani, jam Brau, jam Kraja, a kupton, kjo është sindromi sot. Edhe këta kujtojnë tani sepse pi përmenda kosi emër se janë dhe tjerët aty. Dhe pjesa më e madhe e këtyre që godasin të ndikuar emocionalisht dhe nga një lloj xhakete që është veshur të pa merituar, po që në gjykimin tim sot mendoj se ata e kanë merituar të jenë heroj. Po pjesa më e madhe atyre janë me probleme, kanë pasur lidhje me kriminal, kanë pasur udhëtime me kriminal, punojnë me kriminal, fshehin pasuri me biznesmen familjar të tyre, janë të dënuar si rastin fjalë që dolën të dënuar, kështu që heronjt gjysma gjel ose heronjt të shtirur, gjysmë heronjt që ne kemi, unë për mua nuk ka si problem, ne ti quajmë heronj, se unë prandaj nuk i godas personalisht, por ky është rast që doli u bë publik se s'do merre me këtë. Po të tillë heronjsh u po i del boja. Kjo është problemi dhe nga kjo gjë po rrezikojmë procesin. Po rrezikojmë autoritetin e institucionit, sepse këta nuk po na hedhin poshtë. Ato punën që më të kenë po shumë shkëlqyer, e zëm ndaj subjekteve të tyre. Por bëm atë që kanë përpos punës që prapë unë kam pak nejësit dhe her pas here kam thënë, po dëmtojnë komplet autoritetin e institucionit të spakut. Për shkak se personat që janë të prirur për ti dalë balë reputacionit të spakut, kryesisht janë me probleme të vogla, jo të mëdha, ndoshta për momentin nuk janë vënë në pa, po të vi një ditë që do ky miti i rren si puna e politikanëve dhe këta, se tani spaku po bën politik, nuk po bën drejtësi për shkak të produktit flasun. Se dhe politikanët, po të thojë Ramos nëse në 2013 ti heroi i shqiptarëve, si ai se bënte më mirë këtë vend, i pa korruptueshmi, i pa prekshmi që s'kishte birë kurve ku gjeje ti, po ti fusi dorën në xhep pas 100 darkë të kujt pa merituar, apo jo? Këtë narrativ mban. O zotria, ishte ky. Po, ai këtë narrativ mban prap tash. Po kështu e mbajnë dhe këta të tjerë. Po të pyesë Berishën e 2005-s, burr më të mirë më zotni që ka luftuar bandat që hudhi bustin e diktatorit, më the thashë gjitha tjera që bëri rrugë, kisha xhamia i ktheu e çdo gjë. Që këta tjerë të shkatruan, heroi, po ku janë sot? Pra, heroi është ndjesi e përditshme e brendshme. Një punë që nuk është as part-time, as kur ke dëshirë ti të bësh heroi është karakter, një individ që është karakteri i pastër, i themin i kulluar dhe i çiltër në punën që bën, nuk ka nevojë as ta vejë në duke çiltërsinë dhe profesionalitetin apo punën që bën, puna flet vet, këta puna me represion dhe me puna jo vetëm me represion, po puna edhe me të tilla ngjarje si që qeni dënuar më shumë për një vepër që cilësohet se është më e rëndë se njëta vepër falsifikim i zonjës atje në Shqipëri ka tjetër dispozit ligjore, e ka 3 deri në 5 vjet. Apo jo? Po edhe sikur mos ta kishte 3 deri në 5 vjet, moralisht është e rëndë. Në Greqi e kishte 5 vjet. Në Shqipëri ka 3 deri në 5 vjet, po në Greqi pas kanë bërë që me vizë falso dënon nga 6 muaj më mbrapa dhe nga këtu ka përfituar zonja. Po vepra është e rëndë. Se zonja e dinte sistemin dhe ti kur nuk e deklaron do të thotë që e ke fshehur, harrohet ti atë se është kapur flagrancë, e s'ka si të ketë ndodhur ndryshe të mos të kapur flagrancë. Kështu që flagrancën ajo ka mbajtur të fshehur. Nuk mund të thuhet që prit se më mbrapa kaq sepse kjo e dinte shumë mirë sepse ka qenë gjyqtare ose paktën ka qenë juriste që e kuptonte shumë mirë se si do shkonte një gjyq i tillë dhe që çfarë rrezikonte. Fakti që kanë bërë të fshehur nuk është shumë administrative, po ta marrësh në thelb. Pavarësisht se është cilësuar si që e pengon, nuk po them futeni në burg. Po fakti që ka marrë të fshehur për mua është e rëndë. Moralisht është shumë e rëndë. Nuk po diskutoj a del nga sistemi, nuk ka nevojë as ta ndjekin penalisht. Por a e bëri pis sistemin? A është e rëndë që e mbajti të fshehur? Se siç pretendon ajo që unë nuk e dija, nuk mund ta di një qytetar i thjeshtë që është kapur për një gjë të saktuar, mos ka ditë as gjuhën, e kanë kthyer dhe s'ka marrë vesh asgjë. Po jo një jurist.
kur kapet për vepër penale, mos i shkojnë brapa asaj veprës penale, a më kupton? Është tani sigur një shofer automjetit gjë një zhurmë makinë dhe thotë më se s'ka gjë, jo ta çojë te tekniku. Po, dakord. E të vazhdoj të eci. Gjë tjetër anë kemi. Jo, nuk Kjo kam se kishte asnjë nesër presim 22-shin. Po, nesër është gjyqi në gjykatën kushtetuese i pezullimit të funksioneve të zonës Balluku të kërkuara nga SPAK, sipas nenit 242.2 të kodit procedurës penale. Zonja Belinda Balluku mbrohet përballë SPAK, sipas nenit 103 gjykatës kushtetuese. A dorëzoi gjykata kushtetuese nenin e kushtetuesës duke dhënë të drejtë nenit kodit procedurës penale? Këtë do shohim nesër. Gjasa nuk ka sipas mendimit tim, për shkak sepse do krijonte një handicap shumë të madh ose një precedent shumë të rënd për vendin që një prokurori tjetë organi më i lartë i një autoriteti tjetër që siç është qeveria, pra Këshilli i Ministrave apo dhe kryeministri. Se nesër pas nesër ngrihet prokuroria, pasi pezullon Ballukun, gjen një kleçk aty, të pezullon Ramën, të pezullon gjithë një nga një dhe i bie që zgjedhet ndaj caktonte Dumani, heroi ynë gjysmagjel, si gjithë të tjerët, dhe nuk i cakton populli. Tani, do të thotë zgjedhjet janë të këqija, se i bën Rama dhe Berisha, kjo është një gjë. Por të ndrysh mbi sistem, me nene, me ligje, me kode, sepse dua unë, se unë tani e vlerësoj të tillë dhe të ndrysh dhunshëm, unë kam të gjithë indikatorët që këtë punë, se është SPAK-u mund të ketë mbështetjen e aleatëve, absolutisht po, ose monitorimin apo mbështetjen e tyre të palodhur, të jashtëzakonshme, pra që të kenë dhënë një visto këta për të bërë drejtësi. Po nuk është se besoj dhe nuk mund ta marr kurrë me mend ose parasysh që aleatët i kërkojnë SPAK-ut na bëhet të kthehemi nga kështu republik parlamentare në republik prokurorës dhe drejtësinë dhe kabinetit qeveritar ta formoj SPAK-u. Nuk besoj se kjo është as standardi i Shtetit Bashkuara dhe nuk besoj se kjo është as kërkesë e Shtetit Bashkuara, nuk është as mekanizmi që ka ngritur Shtetet Bashkuara që SPAK të veprojë. Unë besoj se është fodulloku këtyre që kanë kish kuptuar të bëri drejtësime, të bëri represion dhe si quhet edhe tjetra, me të krijuar më shumë viktimave të sindromit Stockholmit, pra ndjen më kanë epshe që të tjerët i friksohen nga një mungesë ose nga një si thuash mungesë e theksuar të jo vetëm vetbesimit, po edhe të pozicionit ku kanë qenë shoqëri. Besoj se kanë qenë njerëz të shtresave marginalizuar, që her pas here nuk kanë qenë faktor për një çështje të caktuar, i dhuruar pushtet dhe këtë pushtetin të pamerituar kur të dhurohet dhe nuk e fiton, siç e fitojnë partitë politike që keq apo mirë një mjedis polarizuar apo jo, dalin zgjedhje, vot besohen, i vjedhin si vjedhin banda kriminale, kjo është tjetër gjë. Por vot besohen, një vot, nuk ka rëndësi. Kurse Dumani nuk është vot besuar, Brau nuk është vot besuar, Kraja nuk është vot besuar, pavarësisht se është dhënë vota nga ata që ne i kemi dhënë votën absolutisht. Po pushteti i tyre, i pa kufit, i pa shterushëm, i pa përgjeshëm dhe i pa pushtet që sjep llogari askund në këtë vend, nuk është dëshira ime që jam njëri nga ata që kanë votuar nga ata që kanë bërë këta. Dhe këtë duhet ta themi. Pastaj se si shkon puna atyre për ne pak rëndësi ka. Po ky pushtet duhet parë dhe duhet rregulluar minimalisht sepse ka gabimet e veta. Kemi një shkatrim të ndarjes pushteteve se po bëj një editorial tani, po kemi shkatrim, po vin sa ide. Miqë po e bën, bëj edhe mbyllë fund. Kemi një shkatrim të ndarjes pusteteve. Ka dal prokuroria, ka dal mbi gjykatën. Pa mirë, okay, këta që i bëri çorap ose i bëri reprezalje pushtetin siç është ai ekzekutiv dhe legjislativ. Po bëri pushtet edhe pushtetin e gjyqësorit e bëri çorap. Ka dalë prokurori mbi gjykatësin. Pra ne nuk kemi as avokat as gjyqtar, kemi prokurorë që bëjnë avokati, prezumojnë fajësi dhe dënojnë. Tu s'ka, kemi prokurorë që nuk
zgjedhin mekanizmin, nuk pranojnë mekanizma se si ndodh votbesimi, se si funksionon shteti ligjor, po do bëhet si themi ne. Ky vend ka marrë fund në gjykimin tim dhe drejtësia këtu ka marrë fund për shkak se nuk është bërë, kemi 2/3 e një produkti 6 vjeçar, pra 2/3 e produktit 9 vjeçar që pretendojnë nga SPAKU, ka kaluar 2/3 e kohës, është njësoj si Rama, që çfarë do bëj Rama mu në 12 vjet? Më fal, në 16 vjet, ato që nuk më ka bërë në 12 vjet. Pse do të gënjej mua se këto 4 vite Rama do shkëlqej, kur 12 vite e ka lënë këtë vend në mizerje. Sa mendojnë ndryshe, po unë besoj që disa institucione këtu funksionojnë në mënyrë më të padur, më të keqe, siç janë institucionet e arsimit, e shëndetësisë dhe këto të mbrojtjes sociale apo kujdo tjetër që janë më të domosdoshme. Atë punësimit apo doganat tatime kanë me qindra mira probleme që nuk funksionojnë dhe shteti nuk është. Tani unë e besoj Ramën edhe 4 vite për të bërë ato që s'm bërin 12 vite. Atëherë pse do ta besoj unë Krajon, Dumanin dhe Brown që do më bëjnë këto 3 vite ato që s'm bën 6 vite. Ku produkti 6 vjeçar janë vetëm disa subjekte që janë për detyrim paraqitje, favorizim, ndikimi pa lishëm në tendera, shpërdorim detyre, këto janë nenet që prekin këta reprezalje që kanë bërë prokuria posaçme, që i këta i qunë si standard i lartë i drejtësisë dhe këtu kanë vënë pikat mbi. Po në fakt, produktet e tyre janë shumë dopta, akuza për korrupsion janë të pakta, jo akuza për korrupsion, po sekuestrimet e pronës por dhe të pareve të vjedhura janë pothuajse zero, ku na rezulton në fakt që sipas produktit SPAKut ne nuk rikonfirmojmë dot atë që ne që kemi të vjedhur, ne sipas SPAKut pas kemi qenë sa të varfër dhe ju kemi rënë qafë njerëzve si Berisha, Rama, Meta apo kudo tjetër që na kanë vjedhur. Ata na pas kanë bërë punë, se s'na pas kanë vjedhur, përderisa këta nuk i gjen dot asnjë plaçk të vjedhur. Pra këta hajdutin po e kapin me dhunë, por dhe atë që vodhi hajdutin nuk arrin ta gjejnë. Në fakt është mekanizëm të treguar që dhe është ndërtuar për të kapur hajdutin dhe për të kapur dhe plaçkën e vjedhur. Që kjo plaçk t'i rikthehet shtetit përmes agjensive të tjera lizbatuese, aleatët që kanë, ku janë llogaritë e tjera bankare, a puna që po bën SPAKu deri tani më shumë duket si një katarsis ose një pastrim figurave që shqiptarët në 2013 i zbuan, në 2017 e zbuan, siç ishte rasti i zotit Meta, që e kalun në opozitë, pra 2013 kalun zotin Berisha, 2017 kalun zotin Meta, dhe tani ndoshta Ramën do e zbojnë, nuk e di, në një të ardhme të afërt apo të largët, kjo pak rëndësi ka. Po shqiptarët i dinë shumë mirë kush janë politikanët e tyre, se si i kanë vjedhur këto vite, se kush janë e keqja këtij kombit, se ku i kanë fshehur parat, më shumë se sa ka marrë vesh SPAKu në këto 6 vjet. Dhe në këto 3 vjet tani do na bëjnë namin sipas një premtimi të zotit Brau, se këto vite tani do përqendrohemi te parat. Po në fakt nuk ka se si përqendrohen te parat, ku subjektet kryesore të SPAKut janë këto që janë. Pra Berisha, Meta, Velia, Balluku, Ametaj, Beqaj, Rama, Aslani, Hyseni, apo kush do qofshin këta. Ku janë paratë e këtyre? Ku janë 300 apartamentet e zonjës Balluku që ngrihen gjithë najrit dhe s'kan gjetur një? Ku janë pra? Ma thonë, ku janë? Pse si nxjerrin ta? Çka frike kanë këta që nxjerrin apartamentet e Ballukut, të Veliajt, se ka shpinë fëmia Veliajt, ka shpinë e gjyshit se ka ca lodra. Po dhe këtë te Kodradillit, po Monikës t'ja lirojmë çik këto të nënës, se pas ka sa klam. T'ja mëjmë dhe i qika të plazhit për opinionin publik, i lirojnë dhe i plazhit, dhe këta i pas kanë pasur pasurit, ne pas kemi rënë qafë kotore. Ne kemi rënë qafë politikanëve tanë. Këta duhet dalin dhe ne duhet i kërkojmë ndjes të madhe. Si pas kemi bërë një shërbim gabuar politikanëve, ne do t'i kishim venerizuar këta dhe do t'i kishim shajt SPAKun, apo ku t'i gjohën institucionet drejtësisë, apo avokat, apo gazetar, apo media që i thonë këtyre se janë të vjedhur. Jo, më ju jeni të varfër. Këta nuk ju kanë vjedhur. Ju jeni një popull i varfër. Këta nuk ju keq trajtojnë, nuk ju keq menaxhojnë fondet, nuk ju keq menaxhojnë shëndetin, nuk ju keq menaxhojnë arsimin, jetën, sigurinë e jetës. Këta janë në vendin e dur, kohën e dur, por unë besoj se kjo duhet ndryshojë njëherë për gjithmonë dhe këtë ndryshim do ta bëj standardi dhe
jo perceptimi, që të krijojmë perceptim se po dënojmë, po në fakt s'kan bërë asnjë punë, vetëm kanë pastruar ato politikanë që deri më sot i kishin hedhur në rrugë Mileti. Tani ndjes për këtë zgjatje të këtij editoriali, po besoj se do ta hedh veçmës. S'ka gjë, edhe veçmës. Të emisionit. Ju falenderojmë që ishit me ne, do ju bëjmë like, subscribe. Do ju bëjmë. Na bëni like. Po mirë, s'ka gjë, dhe i themi vetë, na bëni dhe ne do t'ju bëjmë. Edhe ne t'ju bëjmë. Na sugjeroni të mishtuaj, ju Suaj, falenderoj. na keni ardhur, do t'ju vim. Po, ju lumë që në komët. Besoj që shumë shpejt dhe jemi me tëftuar tjerë, për pres nesër mos të organizojmë sa tema tjera që kanë lidhjen në aspektin e disa debate më të zeta që janë diskutuar sot. Kemi çështjen e zonjës Balluku, nesër besoj do të jetë një situatë e cila në thelb do përcaktoj fatin e qeverisë Rama. Besoj unë nëse është ky projekt për të goditur Ramën vazhdon nga spaku. Dhe nuk është projekt i cili po shohim se është çiki zbet në 6 vite SPAK nuk ka arritur të prodhoj dot asnjë produkt për t'i rënë opozitës, po mjaftohen me këtë. Ju Rat Berishës dhe Medës, ç'a doni më ju? Këta janë kryesorë, këta të tjerët janë kot po t'i bie. Jo, unë besoj se çdo hajdut meriton vendin ku e ka për veprën që ka bërë, nuk ka rëndësi sot. Hajdut i madh apo hajdut i vogël. Me numra, nuk ka hajdut madh vogël, hajduti është hajdut. Faleminderit që ishim me ne, faleminderit që u bezdisëm, faleminderit që harxuat kohë me ne, siç thash, like, subscribe dhe na sugjeroni të miqtë tuaj. Faleminderit ju nga Shqipëria dhe nga diaspora. Mirupafshim.